Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falënderimi takon Allahu dhul Jalal, I cili na ka bërë pjesëtar të dinit islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij trima dhe besnik, dhe mbi të gjithë neve që kena dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhamedi alayhis salam është I dërgumi I Zotit. Unë nuk po duhe më zgjat shumë, po zakonisht kur ishmi student edhe na bike ulla shpesh me shku na për Damask. Se shkojshmi me autobus deri në Turqi, pastaj pi Turqisë Damask, pi Damaskit në Saudi. Edhe gjithmonë kur shkojshmi në Damask, shkojshmi e vizitojshmi një shqiptar I cili ka bon hijret për veneve tona këtu, Abdul Kader Arnauti, ndoshta e keni ndëgjuar emrin. Edhe aja atëherë ishte në moshë, këta. E sa herë shka shkojshmi, ma shpjegoj një hadith për pejgamberit alayhis salam. Edhe unë atëherë, si I ri, mendojsh atë që hoxha ka harrua, pëtën që vjetë ma ka kallëzu këtë hadithin, që taj apet si vjetë për ma kallëzën. O më sa herë shka shkojsha, ma tregoj këtë njëjtin hadith. Edhe ka dash Zoti që një 3 avë para se me vdek, u zateta me ta në xhaminë e pejgamberit alayhis salam. Edhe hoxha ka qenë do thot shumë larg pams, edhe I njoh ke njerëzit në kokë. Edhe na I na kon një 100 metra para tina, ai me djalin e vet për mas neve. Edhe mosha s'më kemë ecë se I kishte gujt të bëjmë operacion. I thot djalit vet shko zinmi çato shqiptar se pin kokë e murve që na shqiptarin aftë. Edhe erdë djali vetë dhe tha, selamu alaikum, alaikum selam, baba tha, ka qef muzatet me ti. Tamam, se na e njoshmi qunin e hoxhës. Hinëm në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, edhe po na këshillon. Thash, hoxha, a ban me të vetë diçka? Tha, po, bëjnë vetë. Pse thash, sa herë kur kina ardhur te ti, na I ke shpjegu çet hadith. Tha, e dim për shka. Jo tha që këmë harru, po këmë dash, tha, ju me mësu për menç, për atë arsye se kush I ka që të 3 sene, kje ka dinin të amam. E unë kam I folë 3 fjallë, dhe thot hadithit pejgamberit alayhis salam, duni me majtë me. O bon, këto keq ka I folë janë prava të tash, ama pitash është serios. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Ki frikë Allahu dhul Jalal, ku do që t'jesh. Ka është e para. Për atë arsye se dush me bëj ibadet, të në qysh, sikur se Zoti me të pa tyje, po ti do shtë asun e shep, ama Zoti atë të pa. A je në Tiranë, a je në Shkopa, a je në Gjermani, a je në Qabe, a je në Turki, nuk ka më rëndësi. Ama ku të shkojsh, dije që Zotin e ki me tyje. E ki atë kamerën, shukur ka kamera që ke ki një të vëzhgimit, kur hen dani kush don me bë dani bela, jo mos e ne kishni atë kush ka qenë atë. Edhe merr një vesh tamam kush është atë. E pastaj hoxhë si vjen marrë, me thonë që filani ja kon, po e ka përcen ka dënë. E Zoti është kamera e besimtarit. Ai të vëshkon gjithmonë. Majtën men e para, ittaqillaha haythu ma kunt. Ki frikë Allahut kudo që t'jesh. E dyta çka është vëllezër? E dyta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Mas secilit gabim që e ban një vepër të mirë. Se ajo vepra e mirë e mlon atë të keq. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Thot Allahu dhul Jalal, veprat e mira I fshin veprat e këqija. Na jena njerëz, mos kujtoni që na me laçe, pse I kena shlu mjekrat e I kena shkurtu pantollat, e kena vnu një kaposh në krije dhe me ke une muslimania. Ja, dhe thot ban gabim edhe ti. Ka dhe njëherë dhe thot ban gabim me dije, ka dhe njëherë ban gabim pa dije. Ama gabimin dhe thot e ban. E pra ta syje dhe thot që jena njerëz që ka bojna gabime, kena nevoj me ban dhe veprat mira. Pi veprave të mira shka është veç mi u busjesh dikuj, me thonë, selamu alaikum Ahmet, si ja e mirë. Dhe thot edhe kjo është një sadaka. Nuk do me thonë që sadaka me dhanë pare. Po e të hejës dikon me kërë, nalish, hajbe hipse, ato shku kërë, shprasta, shkon edhe ti me tha,
Këshirë, do thotë s'ke harxhu kur gjo hiq, ama e ke bo një vepër të mirë. E ka shumë vepra të mira për të cilat nuk ka nevojë me u harxhu, po veç me punu ti. Një jetë veç me bo një vepër të mirë, shkrut, sikur shka me pas bo këtë. A e majtë më men. Një e keqe në islam të regjistrohet një herë. E ke bo, do thot një të keqe, tu ka regjistru një mëkat. Ndërsa kur e ban një të mirë, mas vakti të regjistrohet në 10. Po do të mira janë 20 herë, po do të mira 30 herë, po do të mira 100 herë, sadakaja 700 herë, e Ramazani që e ka përsi, e ndoshta ka dhe pjuve disa vlezët për shofë me Ramazan, Allah i shpërbleft, sa pa kufi, sabër, që ka ban sabër, a din dikush vjen të asha nana, ti e mledh vetin, ban sabër, jo që s'munësh mi dalë zot vetit, po ban sabër për Allah, pa kufi hiq, regjistrohet. Inshallah Zoti ju shpërblet. E ta që ke boni të keqe, pastaj e ke boni të mirë, një të shkoj me një, sa të kanë metë, s'pa ko 9 kanë metë, jeti fitimtar. Edhe puna e tretë çka është, wa khaliqin nase bil khuluqil hasan. Me njerëzit sillu mirë. Tash Hoxha Ahmet nuk e pat për detyrë me mçit mu këtu, se do të thosë mjafni ju apo ama kim njeh apo. E tash ka pas shef me më respektu, se ki di ma misona, është hoxha jonë, edhe hoxha i shqiptarëve, Allahu dhe gjithër e shpërblef, po qka, kur vjen një musafir, mi abon një nderë, me thonë një lafa i musafiri, edhe me ditë ju që akon hoxha ferit kërë, e ka kalzu një fjallë. Kjo qka është sjellje, dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, misioni tina, qëllimi finali tina qka akon, ka ardhë, thot, për me plotësu sjelljen e mirë. A e kërë në pa, do thot plot njerëzit, marë, ki hoxha shka ka bo. Po hoxha njëra, shukur njerëzit tjerë, pi mishit, pi gjakit, pi kozit, shka ka ma tepër. Ama ja, ki ma tepër si e musliman. Edhe njerëzit njofin si musliman. Ose kër e ban ti da një gabim, shka thënë, këshire ki mjekroshi. A i thënë, mjekrosh ka ju, a i qyshe thënë, a ki leshje, qëkish. Mjekrosh, a vëtën. E tash, mini herë, dhe thot ti, a ke vnu vetit një shenjë, a vëtën. E qatë shenjën nëse nuk din me rujt, dikush ta sha. Pra të asyje dhe thot, duhet me rujt me sjellje të mirë. E inshallah Allahu dhul Gjelal, nëse e kena sjelljen e mirë, do të peshan shumë në ditën kur dalim për para Allahu dhul Gjelal, sjellja e mirë. E inshallah dalim me sjellje të mirë, e nëse si jemi plësu me namaz, ose si jemi plësu me Ramazan, ose si jemi plësu me haqë, ose si jemi plësu me zeqat, ose me gjona tjera, inshallah sjellja e mirë, e buzëqeshja jonë e mira, inshallah e plëson mizani kur dalim për para Allahu dhul Gjelal. Edhe njëherë falenderit pi hoxhës, mos për herë, edhe falenderit pi juve, Zoti ju shpërbleft.